Personi që po shihni në këtë fotografi është Rade Hamović, një general i njohur i kohës në ish armatën jugoslave, djali i të cilit sot fiton milionat nga Kosova, pasi është njeriu kryesor përmes kompanisë të së cilit Kosova blen e shet rrym. Hamović përgjatë karrierës së tij ushtarake për 6 vjet, nga viti 1961 deri më 1967, ishte shef i shtabit të përgjithshëm të armatës jugoslave e më pas mbajti pozita të rëndësishme në ushtrinë serbe. Pasardhësi i tij, i biri Vuk Hamović, u bë biznesmen, bosi tregtimit të rrymës në rajon e kuhise të madhe në rritjen e kapitalit të tij ka edhe Kosova. Kompania e themeluar nga ai, Energy Financing Team, ka ngulur rrënjë në sistemin energjetik të Kosovës. Madje në raste të shpeshta është e pa konkurrencë dhe e pakapshme. Përmes një hulumtimi, Vox Kosova ka arritur të sigurojë të dhëna përmes së cilave merret vesh se EFT, siç është shkurtesa e kompanisë së themeluar nga Hamović, po fiton një pas një ankandet për bartjen e rrymës nga shtetet e rajonit në Kosovë. Në bazat ditore, në ankandet e hapura nga operatorët e transmisionit të Kosovës dhe shteteve përreth, EFT arrin të blej kapacitet transmetimi në orare të ndryshme, qoftë nga Maqedonia e Veriut, qoftë nga Mali i Zi. Pra, EFT blen rrugët përmes të cilave hyn dhe del energjia elektrike nga Kosova, kështu që kushdo që tregton rrymë me Kosovën, duhet t'ia paguaj tarifën Hamovićit. Në disa raste madje, kosto për orë arrin deri në mbi 1.700 euro. Kompanisa Hamovićit ju hap rrugë për tregtim në shtator të vitit 2021, kur zyra e rregullatorit të energjisë në Kosovë ja vazhdoi licencën deri në të njëjtin muaj të 2026-s. Siç dihet, ZRR është praktikisht organ që kontrollohet nga qeveria e Kosovës. Për Vuk Hamovićin dhe veprimtarinë e tij janë shkruar qindra artikuj ndër vite, nga thuajse të gjitha mediat në rajon. Gazeta Kroate Nacional në vitin 2010 raportonte për lidhjet e Vuk Hamovićit me kriminalin Slobodan Milošević. Shkruante se ndonse Hamović e kishte bërë të njohur veten në opinion si kundërshtar i kasapit të Ballkanit, dyshohej se i kishte ndihmuar atij t'i nxirrte $500 milion nga Serbia për t'i dërguar më pas në shtetin e Qipros. Me gjithë treguesit se kjo kompani me këtë historik po e dominon tregun, pushteti aktual vazhdon t'i ofrojë EFT-s qasje të pakufizuar në ankandet ditore të transmetimit. Vendimet e institucioneve rregullatore gjatë këtyre viteve kanë krijuar një terren ku kompanisë si ajo e Hamovićit operojnë me lehtësi të jashtëzakonshme, duke u pasuruar brenda muajsh në shifra milionëshe. Se kush është Vuk Hamović e di mirë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ai sa ishte në opozit, tregonte me detaje se si bëhet fjalë jo vetëm për kriminal lufte të lidhur me Miloševićin, por edhe për një rrjet ballkanik të mafjas. Vuk Hamović është i kompanisë EFT, e cila ndër shqiptar është e famshme që i fiton tenderat në tregun energjetik eksport-import. Kjo është mafia energjetike është kjo. Por me gjas kjo kishte rëndësi vetëm derisa Kurti ishte në opozit. Edhe pse tash e 5 vjet kryeministri i Kosovës, Vuk Hamovići vetë se i ka rritur fitimet e tij në Kosovë, derisa Kurti e ka shukatur kritikën dhe nuk merret më me mafian që dikur e konsideronte aq fort të rrezikshme.